Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Shohim titujt kryesor. Biznesmeni i Delta Group, ish deputeti i PDU Bujar Muça u arrestua në një lokal në Elbasan në mesin e 13 të tjerëve të konsideruar nga policia me precedent të theksuar kriminal. 3 prej tyre mbanin pistolet me fishek në fole gati për qitje. Hetuesit dyshojnë se po planifikonin ndonjë krim. Arrestohet dhe pronari i lokalit në Bradashesh bashkë me djalin e mitur. Aldo Avdyla, i kërkuar i Spakut si organizator i vrasjes së Edmir Bregut në vitin 2021 në Durrës, u arrestua nga forcat renere në Tiranë. Nipi i Astrit Avdylajt fshihet në një apartament tek liçeni i Thatë në Tiranë. Nga pamjet e policisë shihet se 37 vjeçari flinte me armë në një stëk. Radhën e raportimit në kuvend sot e kanë institucionet e drejtësisë, ka qenë vetë ministri i drejtësisë Lamallari, i cili ngriti i pari shqetësimin për numrin e të paraburgosurve në vend. Ministri tha se kjo duhet të ishte e fundit si zgjedhje. Edhe kryeprokurori Çela tha se nuk ka reflektim në këtë drejtim nga prokurorët. Pas 14 vjetësh në vjeshtën e vitit 2026, Shqipëria do të nisë procesin e regjistrimit të tokës mbjellë dhe me çfarë, si edhe numrin e baktive. Drejtoresha e Instatit Elsa Dhuli tha se ky proces do t'i kushtoj shtetit 9.2 milion euro, por më parë pritet miratimi i projekt ligjit për censin në kuvend. Pas kaosit të shkaktuar një ditë më parë me trafiku në autostradën Tiranë-Durrës, ARSH ka vendosur ndërprerjen e punimeve dhe për momentin nuk ka më bllokim. ARSH ka bërë një takim me policinë rrugore për të gjetur një tjetër mënyrë se si do të bëhet asfaltimi. Izraeli pret që brenda mbrëmjes së sotme Hamasit i ketë dorëzuar të 24 trupat e pengjeve të vdekur, por kryqi i kuq thotë se kjo do të jetë e pamundur dhe do të marrë ditë ose javë deri në përfundim, sepse disa prej trupave ndodhen ende nën rënoja. Pasi mundi për herë të parë Serbi në shtëpi, kombëtarja e futbollit luan sonte miqësoren me Jordaninë në orën 19 në Tiranë. Prej orës 17 të ditës së sotme do të kufizohet qarkullimi rreth Air Albanias. Policia apelon që të shmanget qarkullimi në rrugët anësore të stadiumit.